fondet tona të kryeqytetit, të hyrat vetanake, të cilat me ligj duhet me ju transferu kryeqytetit, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të bllokume. Edhe si rezultat e kemi pas të pamundun për me i pagu edhe trafikun urban, edhe sektorin privat, edhe shumë kompani të tjera që kryejnë shërbime për kryeqytetin. Pra, ky është problemi. Nuk kemi nevojë faktikisht, po them, asgjë s'është e fshehur, të gjitha janë transparente. Problemi është atje te Ministria e Financave. Kemi fillimisht pra dy probleme në këtë situatë. Problemi i parë tek transporti publik, pra është që ky problem është i vetë shkaktuar. Pra kjo do të ndodhte edhe po të kishte buxhet të miratuar për vitin 2025 për komunën e Prishtinës. Sepse siç e dini edhe ju, pra ka pasur vendime elektorale për të larguar apo për të liruar nga pagesa shumicën e kategorive të qytetarëve. Kjo ka rezultuar pra që shumica e qytetarëve të përfundojnë të liruar nga pagesat, mos paguajnë për bileta dhe kësaj pra barrën e ka marrë përsipër komuna e Prishtinës në një kohë kur nuk ka pasur buxhet të miratuar.